Ne shpesh na ndodh që në momentin që mund të vijë një fëmijë, mund të japim një 200 lekë se na vi keq dhe duam ta ndihmojmë. Por fakti është që duhet të ndërgjegjësohemi që këto para nuk shkojnë për këta fëmijë. Këta është në cepin e rrugës, mund të presë një tutor. Me këtë mesazh, 12 grupe të rinj do t'i ndeshnin rrugëve të Tiranës, ndërsa sensibilizojnë qytetarët të mos u japin lek fëmijëve që lypin. Në kryeqytet ka 700 të tillë, por për shkak të presionit të prindërve apo tutorëve të tyre, ata vijojnë të jenë pjesë e këtij shfrytëzimi. Edhe ndërsa ne ndiqnim iniciativën e të rinjve, në sfond kishim lypsa të rritur që kërkonin lek në rrugë. Ndaj edhe Ministria e Mërqenies Sociale ka vendosur këtë herë të binë qytetarët që të mos i hedhin lek një dore që zgjatet në rrugë, por nëse duan t'i ndihmojnë, t'u falin ushqime apo veshmbathje. Unë jap lek në rrugë, një nën që del në rrugë, një halli math e ka quar. Në fakti që pse po lypim për bukën ndoshta dhe të vend siklet për t'i dhënë. Ti e di ku shkojnë pastaj ato lek? Jo, nuk e di. Dhe nëse ti mundosh të japësh diçka alternative, ushqim, veshje, nuk është se ta vlerësojnë, kërkon gjithmonë para, sepse ndoshta edhe kështu janë të presionuar nga pjesa tjetër që shfrytëzon. Mes grupit të rinjve është edhe ky djalosh që pak kohë më parë ka qenë vetë një i shfrytëzuar. Ka bërë punë nga më të vështirat, por sot ka vendosur ta luftojë fenomenin. Kam provuar vetë këtë shfrytëzim. Kam pas punuar për sistemi malli, për amall dhe punësh. Duke inkurajuar të rinjt, Ministri i Mërqenies Erion Veliaj deklaroi se vetë qytetarët mund të japin fund shfrytëzimit të fëmijëve në rrugë. Një lypës mesatarisht, sidomos ata që janë në Tiranë, gjeneron rreth 100.000 lekë në ditë. 100.000 lekë në ditë, herë 30 ditë janë 3 milion lekë, është biznes i mirëfillt. E vetmja mënyrë që ne mund ta falimentojmë këtë biznes është duke mos i bërë xhiro këtij biznesi. Ndaj, edhe ky djalosh, pas eksperiencës së vet në rrugë, ka këtë mesazh për fëmijët që janë ende viktima të trafikimit. Ti të nëncohet, shkoj të rikë shtëpia fëmis. Rrugat mësoj gjëra të këqija. Mësoj të vjedhësh, të bosh budalliqe, të bish drogë.